vendosje. Oferta e fundit që mu ka bo mu është Libor Naliv në zyrën e kuvendit Kosovës, grupit parlamentar, ardhë ka thonë, je marrë në emën të emin dhe të Glaukut dhe të tjerve me u këthy krejt jo. Thash, unë nuk flasë në emën grupit, sa ashtu pa të marrë vesh që unë mos me folë në emën grupit. Tha, 3 pozita mos i lëp, tjera të shka dush merë. Dhe ato 3 pozita janë sekretar partije, kryetar partije, ka ndodhë në vitin 2018 janarës së shkurt. Kryetar partije mos lëp, sekretar dhe kryeministër. I kom thonë, unë s'kom lyp asnjë prej pozitave, dhe unë nuk ju besoj mo ty dhe Albin Kurtit, dhe unë nuk rrim unë një parti që s'besoj. S'është puna e pozicioneve ose jo. Tardana, ka një ekskluzivitet që tu... Për dallim për tjerëve, që ka në grupin tonë që thojnë na ka qitë Albini, unë kam dal nga vetëvendosja. Dhe grupit që unë sot e përfatsoj, dhe disa të tjerë kemi dal të na lut me najtë në vetëvendosja. Ajo shpreja reni, është të vërtet, mund ka lut me najtë. Dardan, ku je thy, ku kon pika e kulmit, vetë shkurt, po është më rëndësi. Shumë historistë janë gjëra që janë shpjeguar. Vallaj, që to se kom një kor. Dakor. Nuk u shpjegu mirë. E për sa që kjo për mungan. Që kjo është rëndesë. Ja lëm hapësirën e dur, zoti Po unë shpejt me mujt, po zërë se... Dardan, shumë popullor që shumë shkurt. Ku ty tu ka do që s'ban më me Albinin dhe është rrezik për Kosovën edhe ki vendos me dalë? Albin Kurti, ku më thonë dhe herë, na ka ftu në një takim, mu, Nol Nushi, Zgjem Hyseni, të Ut Rusta, nuk e di nëse ka qenë o dikush tjetër, edhe erë dhe tha, vetëvendosje po stërkeqet, nuk kemi me i fitu zgjedhjet, me këtë lëvizjet që e kemi këqysh e kemi, të aktivist kanë mu dërzu dhe kanë me thonë du të mu zbut, se piteni, konë presioni publik mu zbut vetëvendosja, mu bo ma shumë si feri, edhe për besu nësë nuk e mora fërë seriozisht, unë e kisha shumë shok, po për këtu sene nuk e kam marrë më seriozisht, se jam djetë që kom ditë ma shumë saj. Edhe unë i thash që vetëvendosja kam i fitu zgjedhjet. Vetëvendosja kam i fitu zgjedhjet edhe për shkak se janë rrit strukturat e saj. Pejs, Togut, e deri në Prizren, aktivistat tonë kishin bo tash si 20 vjeçar, ishin bo 30 vjeçar, ishin bo figura publike dhe kishin me shku drejt fitore të zgjedhjeve. Edhe shpërfillja jeme për këtë punë i ka bo pengesë. Po pengesa kryesore nëse unë e lexoj, ky është leximi jam, po për la, unë e kam lexu Leninin totalisht. Qato që ka në Shqip për Leninit, e kom ledzu. Besoj që jam për ledzuzve shqiptar, bëva ki ma fanatik i ti. Ti me kam vijë gjatë, veç hajtë. Po, për qatë ku i kam vijë se kam pru Albinin për shtatë? Edhe, kur i kom ledzu Leninin, i kom shku i kom thonë Albinit. 2 problemi ka Lenini. Metoda e organizimit politik ti qënë pashmangshëm në autoritarizëm. Dhe di vendin, kjo është në sallën e ASK-s, American School of Kosova, mbledhja e Këshillit Përgjithshëm, kom kemi qenë në dhaj, kur e kom bone një mbrojtje të koalicionit vlant të asaj kohë, se presionin vetëvendosje ishte shumë i madh, që u bashkoi me AK, me Nismen, me LDK, me Hajna, edhe mbrojtja që unë ja kom bojë, kom thonë, dëgjani, kjo është kompromis. Na i kemi, si me thonë, 10 njësi energji. Për me mri prej Prishtinën në Prizren, na duhen 20. Një rrugë është mos mi përdor hiç, një rrugë është, me thonë, me 10 njësi na shkojmë deri në Suharik. Dhe logjika e kompromisit të Lenini është nëse nuk e cenon qëllimin, po hek dorë pe, si më në kushjetit, identitetit, po nuk hek dorë pe ku kime mri, është i lejushme me kompromis. Kompromisi i cili e cenon qëllimin që e ki, si më thonë, me bo revolucionin komunist kohës, ai kompromis nuk lejohet. Edhe Albini u fasionu me këtë sanë, për mu ishte kur gjohe qaj sanë, po u fasionu ose ju bo qefin ma bo. Edhe më tha, shumë mirë apishet që në përna hendorë shtu, i thash, po i ka 2 probleme serioze Lenini dhe për mu është i papërdashëm. E para ju tregova, që nuk ka strukturë leniniste në botë që nuk ka qenë në autoritarizëm, e kjo nuk është pse i ka rrej baba, ose nona, ose feminit keqe, po krejt bloku komunist u bo autoritar për shkak të metodës të organizimit. Edhe dyta, i thash, është i pa kontekstualizueshëm, ose unë s'di me bo. Që shka folaj për organizimin, shekullin 20 dhe 19, unë nuk muna me ta folë tash në shekullin 21. Nuk muna me përkthyn kohë, sepse sot ekzistojnë telefonat smart, interneti krejt këto dhe nuk është e mundshme. Edhe insistoj për një kohë gjatë me lexu Maon. Unë me kalu të Mao, dhe unë kam refuzu me lexu Maon për arsye se nuk isha interesum, s'kisha kurreshti, jo për ndaj arsye. Nuk imi kon të prishën. Po Albini ka kuptu që unë kam hek dorë nga një bot kuptim ideologjik, të cilin ma herët e kom djek, jo pse e kom dit, po ma shumë se më ka frymzu për mes Albinit. Dhe unë mendoj që qarja me e madhe mes me Albinit teorikisht ka qenë këtu. Shëshnisht kur gjos ka ndodha dit.
Na kemë vazhdu me shokë edhe një vjet gati. Po unë mendoj që ai ka pa frikën dhe shqetësimin që ky njeri mo nuk mundet me u fut në qatë bët kuptim që ka dhe sot. Që është Mendoj lënjes, që- po thoni ju? Albini realisht është subjekt i historisë. Qysh e lexon ai këtë punë është kjo, se zakonisht njerëz mendojnë që Albini po don me hin histori. Shpjegimi i Albinit për veten e vet është që ati u ka caktuar detyra historike dhe ai vetë duhet me përmbush atë detyrë. Që është, më konë e majta që e bën to dhe shqiptaria që ai është mos më konë ai, të tjerët si Ramushi, ku ta diun kush do tjerë që janë këtu Bedriu, do ta lëshonin krejt Kosovën, do ta stërkeshnin Kosovën. Kështu që ai nuk don me hin histori, ai mendon që është në histori. Ai mendon që ka detyrë historike për me mbrojt popullin e vet dhe historinë e vet, që është mendësia e subjektit përfundimtar të historisë, e cila nuk lejon tjetrin. Zoti Mullishi, Po unë e kisha mbyll me çka, Jo, vetëm në këtë kontekst, sepse unë e kam përbes kemi me vdek, Okej. po këtu dallime janë më të mëdha politike se sa të ngjarjeve të vogla. Unë këtë idenë e dallimit, Unë e kuptova për fal, vetin. besoj e keni marrë përgjigjen. Po, në rregull, pra. Kohëve të fundit ose